Laboratori antidoping që duhet të përdoret për lojrat olimpike të Londrës është tashmë plotësisht gati, pasi ka marrë konfirmimin zyrtar edhe nga Agjencia Ndërkombëtare e Antidopingut. Tashmë laboratori që ndodhet në Harlow e që administrohet nga Kolegji Mbretëror i Londrës është akredituar për të kryer specifikisht të gjitha kontrollet për sportistët e disiplinave që marrin pjesë në Olimpiadë. Ndërtesa ku është ngritur ky laborator gjigant është e madhe afro sa 7 fusha tenisi, ndërsa punonjës janë gati 1000 persona dhe specifikisht vetëm 150 janë specialistë të fushës së antidopingut. 6250 sportistë pjesëmarrës në Olimpiadë, pra më shumë se gjysma e numrit total të pjesëmarrësve, do të testohen nëse kanë përdorur apo jo substanca të ndaluara gjatë Olimpiadës, ndërsa të detyrueshëm për të bërë testin antidoping do të jenë të gjithë ata që do të marrin medalje. Drejtuesit e këtij laboratori kanë sqaruar se gjatë zhvillimit të garave në Olimpiadë, laboratori do të funksionojë 24 orë në 24, duke kryer deri në 400 teste në këtë orar, më shumë se në çdo Olimpiadë tjetër, e duke garantuar kështu siguri maksimale sa i takon pastërtisë së vetë sportistëve pjesëmarrës në këtë Olimpiadë.